Rreth 90% e individëve kanë plotësuar deklaratën individuale vjetore të ardhurave për vitin 2024. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi se bëhet fjalë për 127.381 individ që kanë plotësuar formularin e divas nga 143.369 që e kishin detyrim për ta deklaruar të ardhurat vjetore. Kategori që kanë detyrim për të plotësuar divën 2024 kanë qenë individët me të ardhura bruto vjetore mbi 1.2 milion lek në vit, nga mbi 2 milion lek që ishin kufiri më parshëm. Ulja e pragut të detyrimit për deklarimet për të punësuarit në Shqipëri u ul pas hyrjes në fuqi të ligjit për tatimin mbi të ardhurat. Detyrimi për divan 2024 e kanë dhe ata që kanë të ardhurat deri në 500.000 lek të patatuara që fituara nga të ardhurat me qira ditore, iBand apo Booking. Për individët që janë në marrëdhënie punësimi me sa më shumë se një punëdhënës, mënyra e plotësimit të divas 2024 nuk ndryshoi. Pra, të dy punësuarit do të vijojnë të kenë detyrimin të plotësojnë deklaratën, pavarësisht nëse arrin kufirin e këtyre shumave të caktuara nga formulari Diva.